më pëndu dhe më thonë me ra pishmani për veprën që ke bërë. Në ndë, më tërhjek për veprës nëse jenë te. Ke pi alkohol, tashmë nuk për në ndërprejnë. Ke pi duhan, ndërprejnë. Se ka falë namazin, tash e falë. E treta, vendos që mës me u këthyë në të njëjtin vepër. Pra bje pishmani. Nëse ke bërë shtutria, mbetet edhe kushti i katërt nëse është hakit i tjerëve. Nëse është haki njerëzve, dohet edhe hakin e njerëzve mja u këthyë, apo mja vlip halalën. Nëse së është haki njerëzve, është hak i Zotit, me shtutria ne i krymë. Tash, kur ti kemë shtutria, pyetja që për parashtërën ti, sa përqind i kam shtutria? Nuk e di, kur se di, se s'matën këto. Po ti shta ashtu si përmendon ti, që ti jemi sigurt 100%, tani të pëndohem, njerëzit nuk do të pëndohesh ndoshta deri të vdesin. Të e prit që ato, mos po mbjen e fat bindje me fort, mos po mbjen e fat, ajo ndoshta se ndjen kur dhe i dilsh para Zotit.